Zëdhënësi antikorrupsionit në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, ka deklaruar se institucionet e Presidencës Republikës dhe Shkollës së Magjistraturës kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor të 11 majit. Sipas saj, Presidenca i vuri në dispozicion mazhorancës kabinetin e Presidentit Bajram Begaj. Presidenca vendosi në dispozicion të Partisë Shtet kabinetin e Presidentit të Republikës. Kjo është arsyeja që në datën 30 maj, grupi parlamentar i PD paraqiti kërkesën e tij drejtuar presidentit për mos ndërhyrje të këtij institucioni në procesin zgjedhor dhe ruajtjen e neutralitetit politik nga ana e tij. Kjo kërkesë lidhej me emrin e Ilirian Rusmali, pjesë e kabinetit të presidentit Begaj, i cili mban njëherëzi detyrën e antarit të KAS, duke sjellë si pasojë shkeljen e dispozitave ligjore nëpërmjet cënimit të parimit të paanshmërisë politike dhe përfaqësimit të unitetit të popullit. Përjashtimi i zotit Rusmali nga shqyrtimi i kërkesës ankimore ka qenë objekt i kërkesës PD-ASHM në datën 2 qershor, duke arsyetuar shkeljen dhe vendimarrjet e tij në cilësinë e antarit të KAS-it, haptazi kundër palës ankimuese subjektit zgjedhor, Partia Demokratike, dhe përfaqësuese të saj ligjor, duke krijuar arsye serioze për një anshmëri në mbështetje të nenit 42.2 të Kushtetutës, nenit 6.1 të Konventës Europiane për Drejtat e Njeriut, nenit 30 të Kodit të Procedurave Administrative dhe nenit 135 të Kodit Zgjedhor. Kërkesa e mësipërme sigurisht u rrëzua nga KAS, duke mos pranuar përjashtimin e zotit Rusmali. Ndërsa sa i përket Shkollës së Magjistraturës, Vangjeli tha se ka vënë studentët e saj në dispozicion të Partisë Socialiste duke u caktuar si përfaqësues në KQZ. Nga ana tjetër, Shkolla e Magjistraturës ka vënë në dispozicion të partisë studentët e saj. Kështu, kandidatja për gjyqtare, sipas listës përfundimtare të publikuar në 13 maj nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, zonja Shila Ballhysa, rezulton njëherësh përfaqësuese e Partisë Socialiste në KQZ. Prandaj, Partia Demokratike kërkon me urgjencë nga Presidenti i Republikës dhe Shkolla e Magjistraturës të distancohen me veprime konkrete nga këto palishmëri. Në të kundërt, mosveprimi i tyre dëshmon se përzierja e Partisë Socialiste me struktura që prezumohen të jenë të paanshme në vlerësimin e procesit zgjedhor, sjell si pasojë vetëm farsa elektorale, si ajo 11 majit, përshkruar më së miri në raportin paraprak të OSBE ODIR. Vangjeli deklaroi në vijim atë që PD dhe kreu i saj Sali Berisha kanë nënvizuar së fundmi, se 11 maj ishte një farsë elektorale.